Në disa raste, prokurori në mënyrë implicite impononte dëshmitarit. Kërku të tregtimin e energjisë do më kryesisht deri në vitin 2000, dhjetor 2019 ka vetëm Tebrica që kanë bërë do më ka eksportuar ose shitje të energjisë do më ka pranuar njërtimin që në ndërprej tregtimin me gjitha kompanitë të cilat nuk janë të regjistruar në Kosovë ose që nuk kanë dënuar licencë që kanë memorandum bashkëpunimi me Shqipërinë. Agi Krasniqi, akuzuar sipas akta akuzës së prokurisë të Mbretërisë Speciale të Republikës Kosovës, akta akuzës numër TPS numër 40, pranë 2023, e ngritur pranë kësaj gjykate me datën 19 gusht 2024, në veprën penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar e përcaktuar me njenin 414 paragrafi 2 lidhur me linjën 77 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Dëshmitar, ose po të referohen se Hasan, a mund ta përshkruni biografinë tënde profesionale me tek veçantë punën që keni bërë gjatë fundvitit 2021? Po të do më prej vitit 2017, prej prillit 2017, kur ne inkorporotëm në energjetike dhe që nga atëherë kam pas pozitën e mjetë deri më tash. Përmos si ekspert që do të analizojë tregun të tregtimit të energjisë. Kërku të tregtimin e energjisë do më kryesisht deri në vitin 2000, dhjetor 2019 ka vetëm Tebrica që kanë bërë do më ka eksportuar ose shitje të energjisë do më. Dhe nuk ka bërë do më import deri në atë. Kena filluar edhe me blerjen e energjisë, qoftë për nevojat Kekut, në rastet kur kemi pasur rame të paplanifikuara të investime të Kekut. Por pastaj edhe blerjen e energjisë për shërbimin energjizar për Keskën, e cila ka ardhur me vendim nga Qeveria e Republikës Kosovës. Në deri vitin 2022, na kena marrë me kompanitë të cilat kanë qenë të regjistruar në Kosovë dhe që kanë pasur licencë nga vendet përkose shteteve europiane. Për sa kohë i ka shkuar për shefin e kontrollit auditorëve në Kosovë? Nuk kom kujtohet kur për arsye se në periudhë do më kanë shkuar kontratat. Në periudhë, nuk e di saktësisht, për një periudhë. Në shkuar edhe kryeshefi dhe drejtori operativ. Pastaj do më në një vendim kryeshefi, për arsye se ke shumë kontrata ditore. Me vendim që paraprakisht dorëzohen para provim të kryeshefi në një listë. Dhe pas aprovimit nga kryeshefi i kanë lëshuar drejtori operativ. Shefi ka lëshuar drejtori operativ. Ndërsa të pyetja e prokurorit ke vetëm sa përsa kohora do mos i thamu për janarit do dhjetor janar, to kanë qenë do konfirmimet e rezultateve të ankondave që është shpallet fitus ose ju. Do ka qenë fundi i dhjetorit, fillimi i janarit 2022, fundi i dhjetorit 2022. Jo, 21. Fillim ka konfirmuar kryeshefi, pastaj do më ndoshta me 1 janar ose 2 2022 ka filluar përsëri drejtori operativ Vinçi. Deri vonë, kontratat ditore i kanë shkruar kryeshefi dhe drejtori operativ.
ndërsa pas një vendimi nga kryeshefi Nadir Krasniqi, në dhjetor të vitit 2022, është vendosur vetëm drejtore operativ, të cilat paraprakisht i konfirmon kryeshefi ekzekutiv. A mund ta thoni fillimisht nëse është saktë kjo? Po mbetëm pranë asaj, për arsye që domthonë në atë kohë kur rrugë deklaratën janë kon më të freskëta, gjatë besoj që i kam qenë saktësisht domthonë kohën kur u morr vendimi për vendimin. Referuar kësaj, apo i bie që nga dhjetori 2021 deri në dhjetor të 2022 kontratat janë shkuar nga kryeshefi dhe drejtori atë. Dhjetor 2022, jo, në shumë vitëm nga drejtori operativ. Paraprakisht aprovuar për kryeshefin. Çfarë do bëjmë? Nëse morr vendimin dhjetor 2021, po, vetëm të shoh se studi datat. Okej. Okej, se nuk duket ndërrohet në dhjetor 2022-s. Në dhjetor 2021, më dëgjoj që e tha. 2021-2022 bërton sipas kësaj apo bisi kanë shkuar kryeshefi. Po. Në 2021-2022 kanë shkuar dhe kryeshefi. Po, në para njoftimit do të thosh rrugova kanë bërë direktiv me gjithë kompani, do që janë kompozicione nga Bashkimi Evropian, Kosovës së Shqipërisë. Njoftimin që të ka më lartë nësë departament dhe kanë marrë jo zyrtarisht përmes kolegëve që marrë një njoftim në fund të marrë, po zyrtarisht shkruan nuk im pas diçka të marrë që o harpe zërejës kë dhe prej nëse vazhdo. Mirë po me 8 qershor, do të fillim qershor të qej, kolegë kujtimi drejtori për zyres për tarifa dhe çështje rregullative, ju drejtohet domosdoshmërisht zërëjës, lidhur me sharimin me cilat kompani kemë drejt me tregtu dhe energji. Në atë nivel kanë qenë përfshirë edhe nasi departamenti tregtimi. Përgjigja e zërëjës ka qenë me kompani që janë të centrum në Kosovë dhe me ato që kemë në memorandum bashkëpunimi me Shqipërinë. Pas kësajna, pas pranimit të email-e, unë e kam drejtuar domosdoshmërisht e përore tim, këtë rast ka qenë Luigi, por gjatë asaj kohë ka qenë të zonësor Edmond Mëllëshi. Edhe ju kom në qysh për vepru pas përgjigjes nga zërëja që kemë drejt me këto në votër tim. Pas e ishe duke zonësor Luigi, gjatë asaj periudhe, Edmond u përgjigjë dhe pse ju kisha drejtu Luigi, tha sa po besoj që nuk e drejtu mu, edhe për përgjigjën ashe me vazhdu dhe deri me një shprehje tjetër derisa të përpilan kujtimi edhe të vendosëm ndryshe vazhdojnë një. Pas 3 dite, 2 ose 3 dite, përsëri ju kom drejtu, qysh me vepru për një kompani tjetër që ka shpejt nga dëshmëri për një garancion bankar për më marrë pjesë në tregtim. Atëre përgjigja përsëri ka qenë, vazhdojnë qysh këna tregtu deri me tani me gjitha kompani, deri me marrën një vendimin nga menaxhmenti, deri sa të njoftojnë. Pastaj ju këna pas ndonjë njoftim, deri pas shqiptimit gjobës nga zërëja. Gjatë kësaj periudhe, po këna tregtu me Hasan. Sa për sharim, gjatë kësaj periudhe, para dhe më opa, unë edhe kolegë nuk kem qenë përfshim ndonjë komision ose shqyrtim ose që kanë marrë ndonjë jo mendim se nuk kena pas mendim, por në sporti nuk kem qenë shumë të informuar domosdoshmë. Ndoshta në momentin e fundit kur ardhi vendimi, veç kanë thënë zbatanë, çështja me menaxhmenti ka marrë vendim. Nuk kem qenë të informuar. Por në vjet, a ki vrejtje apo shkripimin lidhur me to që e pa? Hold on, start.
Në disa raste, prokurori Me të ndbykëm të shqipit që qumë dhe që? në disa raste, prokurori në implicite impononte dëshmitarit importin e energjisë elektrike nga kompania SAE, që nuk qëndron dhe dëshmitari në asnjë rast nuk tha, sepse vetë ai deklaroi që tregtimi është bërë me kufi. Dhe që nëmë, po, vazhdo? Kështu që vazhdu në pyetjen që nëse HSE është dashur të hapë kompaninë në Kosovë, prap ka qenë sugestioni që HSE ka bërë import e energjisë, përderisa po e përsëris prap dëshmitari në disa raste të cilët që tregtimi i energjisë prej HSE-s është bërë në kufi. HSE ka bërë eksport e jo import e energjisë. Importin e energjisë e ka bërë KEK. Bile për më tepër, ka dhe raste të kompanive të tjera, të cilat janë të licencuar në Kosovë, por në disa raste, në ankande kanë tregtuar përmes degëve tyre në shtete tjera. Edhe ato e kanë bërë dorëzimin e energjisë në kufi, që dëshmojnë kontratat e vet ku që pika e liferimit të energjisë është në kufi, e jo brenda Kosovës.